po të thëmë, sigurisht të naj smundje e madhe. Po frymbre nuk le me marë, frymë s'le me marë, kur t'ja nis dika, ku e bitis, ka ja nis, qka thët, tek thët, po zët s'ka që i mundet me marë vesh, hec. Edhe me po thëmë shkurt, me zonaj, është me zonë si një taksirati madh. O, gabim e ki, ingratë është ai bre, po mërzitet e po ka qef me ndru, me dikon një 2-3 fjallë. Po qfar 2-3 fjallë, 2-3.000 fjallë, pa i snalët. I ka një djent me nuset e me grate, me thmite kanë shku dika, e ky ka me vetëm me plakën ingrati. Ikni, ikni se po vjen. Kush po vjen? O, Qakolla mullinit. Qakolla, ik. Ha? Ka dojnë më... Eken, ha? Jo, i kishin do pune nguteshin, se nuk iken për te, jo. Po eken. E, qfar bura e këta, si unë gjendi mund dalë mi bo dilofi muhabet. Mëre vlau jem, ka ndryshu e shumë sende, ka ndryshu. Nuk është mo si kur për para. Ja, ka ndryshu shumë. E moj men, babgjyshi jem rahmeti pas shpirti, o kosh ku e ka pas bleni dash lesha tokë, dash të balë, dash i shkoj ke zhak për toke, e pas bleni dashin bodjerë, e pas bleni pe i gjelilit. Ky gjelili o kosh pije madhe, o koni martum me qikën e Hajrullah Bajgorës. Ky Hajrullah Bajgora, o ku pasanik, o koni zoti, i ka pas do kuan që kosh këtyr tokës, asi kuan nuk ka pas. Mere me men, hej zot si shpat, o kosh ku i ka pas ble në, i ka pas ble peshtet, ka peshtet jon të ret, të njës tegër, ka zi mundon, shumë të qion, po dhe djali i ti, o kosh ku e ka pas marë, o kosh martu ate me një boshnjake tutin, e mu nusën tutin, po nusë e dur e trash, e kuj vogën, i thatë, kur fare, se mi të skoj, po i bon dy bineq. E jo gjithë në emnat e këtyne herojve Muja edhe Halili. Gruja Hajdari e ka pas një koma shkuqe tjetër, e kure fjullës u duke si kome vjen lakna, tjetër shmerke. Gruja Hajdari, jo që ka pas një sy, po e ka pas një sy qarë. Po, ja pa djerë synin lopa me bri, e i met gropa e synit. U qunë doktor e murën, e ja marru një farë gogle, e jam nun sy, u duke si kur sy, po gogle ishtë me vogël se syni, edhe i livret ke, kështu që u duke si me shqyrë me dyrbi. Kur nuk e di se ko përqyr, apo të qyrë ty, apo përqyr lopën ty e kullot. Po kur që ke mirë, o kun fisnike, o kun bije krasniqeve, po, e djali, kun gruja tina, se nem krasniqe, e djali tyre, e ka pas vesh një djali, o kun harambar që më zvet, haj zotin arrujt, o kun shkue, e ka pas bleni qenë, pej, salin lipo se mas blek. Vëll më vlot po që se në more qove, më duhet me shku pa tjetër deri shpe, se kom harru tomli 2 vlu, kthehna me njëherë. Qka po më shefësh? E kuj po ikë? Pe kërkujt, mos për të hodhën, për këti fqiu tonë. O, s'po ma len venin ven, Allah i le dile këshyr edhe njëherë, a është a le aty, apo ka shku, a ka dole. Dhe të? Aty. Qa po më ke? Ish pështet për zidi e keshke. Ku, vaj hale për mu. S'po di që me bo më. E pse po ikë për ti, shka i ki bo? O, kur gjë nuk i këm bon 2 njetë zotit, nduhet mu shef pa tjetër dikun vallari. Le shkas një, burri plak e lunë shef të azë si fënja. Ej. E kësh koj e bleti qenë pej, pra u bu me qenë pejon. Djali i qëllimit e ka pas qenë pra pej e pejon. Me to hajke, me to pike, me to flejke, ditë nat me to, deri sa nuk u martue. Shkojnë Karadak e muni nuse, po nuse e dule madhe. Thotë që u martu gjema me pelen e Karadakut. E kjo pele e Karadakut ka qenë qika e këti Rëshdi Gafuri. Rëshdi Gafuri ka qenë djali i Sokolit. E ky Sokoli e ka pas zanot me gjithçka. Hajke sakica, tepsia, sahona, soqa, hajke ka tjat flet, të nga zezat.
Ma di kjo mund të kemi hongër qka dzike. Kjo hajdari o kon djali mirë. Ma di kjo Ramadani o kon... E kjo Ramadani o kon shumë buri mirë. Kjo ka pas ato... Marko, ka qenë katolik. Po, katolik ka qenë. Po ka qenë pjaturi katolik vetë bjeshkës që njofi krejt barat e baristet. Nuk ka pas bar e bariste se ka njoft Marko. Bëj ke i lache, me leme për tyne. S'ka pas mundja avar që nuk e shosh ke Marko. Po, ka qenë shumë i meqëm, buri i meqëm. Po ka qenë dhe budal. Budal ka qenë. Kuja i pare si ka marë? Kuja i një metelik për i lache të vitër që ka marë? A fukara dejtë aty. Në ditë, usmu qika sa duloj. Usmu sa podest. Po, e mune dhe qunë të Marku. Shkun të Marku, hynë o bërë, Marku ka qenë i zonën, diqka? Po, e dhe Zefi, djali i Markut. E qika se dëllojt, si eshe Zefi vend, dashnot në to. Edhe shërot, edhe dashnot. Ma dhe në të tushin hajgore, thëshin, qka nuk shërojnë i lachet e Markut, shërojnë shqicimi i Zefi. Kjo Zefi ma ndej, u martu me qikën e ndodh. Se kjo qika e ndodh, ka qenë... Po, i qeli sytë. Vallahi. Kujton që ka pështon. Po, se si këshe piti, si kur na dy më në bëhë për i zotë. Mundova për burë, po nuk ishte mundur me ikë, mane. Nuk ishte mundur. Na kem që aty, vallahi, po s'gudzej shumë ardhë me të një mua, din se... Po, qka të tha? Qka më tha? Aha. Më tha. Gjyshi ti e kishte pas blen një dash dëbardë, që kishte pas leshin zhak për toke. E kishte pas blen Podujev për Gjelili. E ky Gjelili ishte martu me qikën e Halil Bugarit, edhe i kishte dal nusja madhe, i kishte thonë Pela e Karadok. Haj me det, haj e roki edhe këta. Ky Marku ka qenë doktor. I shkëlqyshëm i popullit, i cili ka qëru një ditë pa fare. Të gjithë s'ka pas barë që nuk e ka njoft ai, edhe kur në fare nuk ka marë. Mirë po, një ditë ai djali i doktorit martohet me qikën e ati.